Mëngjesin e së hënës 2 persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e një grabitje të armatosur në lagjen Veternik të kryeqytetit në afërsi të një qendre tregtare. 4 persona të maskuare të armatosur me armë të gjata kanë tentuar të kryejnë grabitje në një furgon që transportonte para, i cili ndodhej në hapësirat e asaj qendre tregtare. Me të hasur në rezistencë nga sigurimi i furgonit, ata filluan të shkrepnin me armë zjarri, duke lënë të plagosur pjesëtarin e sigurimit, i cili ishte në mbrojtje të furgonit. I plagosur i 2 dyshohet të jetë një 25 vjeçar shtetas serb, ku sipas dëshmitarëve të rastit, të cilët nuk kanë pranuar të prononcoheshin para kamerës, grabitësit me të kryer misionin e tyre u larguan nga avengjarja me një vetur të tipit pick-up në drejtim të Graçanicës. 2 të plagosurit janë duke u trajtuar në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës. Mjeku kujdestar në emergjencën e QK-s, Agron Qitaku, ka thënë se të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Po, sot është pranuar një pacient i cili ka fitu plagë nga arma e zjarrit dhe pas intervenimit kirurgjik është sjellë te na. Tash është në fazën e stabilizimit të tij, edhe pse gjendja është e rëndë. E organet e rendit me të marrë informatën kanë dalë menjëherë në vendngjarje dhe kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që çojnë në zbardhje të këtij rasti. Ndërkohë vetura me të cilën dyshohet se është tentuar të kryej grabitja është gjetur e djegur në rrugën Palmë Lyhi në Graçanicë.